ne kemi plane serioze që paralelisht edhe spitali klinik i Shtipit, edhe spitali i përditshëm i Kërçovës të fillojmë me ndërtim dikundi nga fillimi i vitit të ardhshëm. Po na lejoni, jemi duke bërë fizibilitet, duke e skenu situatën deri ku janë punimet në njërin dhe tjetrin spital, dhe mbas asaj të marrim ofertën më të mirë të mundshme, që të kushtojmë cila do qoftë kompani ta merr që ta kryejmë këtë obligim për 2 vjet. Kur jemi te spitalet, e kishit edhe një premtim në fund vitit kaluar se në fillim të vitit 2025 do të niste spitali i Kërçovës, i cili Gjon fillon, thash se jemi duke negociuar me disa kompani, të cilët shtete, me të cilët mund të bëhet marrëveshje shtet me shtet, Maqedonia me ato shtete, që ta marrin përsipër ndërtimin e 2 spitaleve kryesore, thash për Kërçovën dhe për Shtipin, dhe ende s'ka nisur procedura e prokurimit. Kur ka nisë do të informoheni, po besoj se në gjysmën e dytë të këtij vitit do të kemi marrëveshje dhe do të fillojmë punimet.